Nga forcimi i kockave deri te reumatizma dhe artriti, ja pse duhet të hani hithra çdo ditë. Hithra është e njohur si Urtica dionica, që në latinisht ka një trashëgimi të pasur bimore. Hithra ka qenë e përdorur si një dukuri që mund të trajtojë një sër problemesh. Një filxhan çaj nga hithra ose uji i hithres ose vaji i saj madhi dhe aplikimi në gatime mund të sjellë një sër përfitimesh. Hithra mund të lehtësojë gjithashtu edhe problemet e dhimbjeve të kyçeve dhe të sjellë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Keni dhimbje të kyçeve? Hithra është një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese. Lëngu i hithrës së freskët. Për këtë lëng ju nevojitet një filxhan çaj me hithra të freskëta dhe 2 filxhan me lëngun me ujë. Mbani doreza gjatë pastrimit të hithrave dhe i lani ato me ujë të bollshëm. Më pas hidhini në një tenxhere dhe i lini të marrë ujë derisa të zjejë. Uleni zjarrin dhe i lini të zjejë për pak kohë. Menjëherë pas kullojeni lëngun dhe e konsumoni. Shtoni mjaltë nëse dëshironi të përmirësoni shijen. Lëngu me gjethet e thata të bimës së hithrës mund t'japë rezultate fantastike në këtë drejtim. Merrni një lugë çaji me gjethet të thata dhe hidhuni në një çajnik me rreth 2 gota me ujë. I zjeni ato për 10 minuta. Pasi të kulloni lëngun, shtoni mjaltë për ta ëmbëlsuar me pak kanellë dhe ndihmoni kundër inflamacioneve. Lëngu duhet të pihet i ngrohtë, mund të pihet 1 ose 2 gota në ditë për sa kohë të ndjeheni edhe mirë me këtë pije. Lëngu i hithrës është i fortë dhe ka efekte të menjëhershme në organizëm për shkak të flavonoideve, karotenoideve, vitaminave dhe mineraleve që ai përmban. Hithra është veçanërisht e pasur me kalcium dhe magnez, madje më shumë se barishte dhe zarzavatet të tjera. Flavonoidet dhe karotenoidet që gjenden te lëngu i hithrës së bashku me sasinë e lartë të vitaminës C i japin kësaj pije efikasitet të plotë në lidhje me fuqizimin e sistemit imunitar. Aplikimet të ndryshme të hithrës janë paq efikase, madje edhe të drejtpërdrejta për të gjitha sugjerimet që mund të jenë edhe për lehtësimin e problemeve tuaja. Personat të përfshirë në studim vunë re se pas aplikimit të pastës me hithra në pjesën e problemeve të kyçeve patën një lehtësim të dukshëm. Në vendin tonë, hithrat janë të përdorura si në gatime, ashtu edhe për trajtimet e problemeve të ndryshme. Ndaj përdorimeve të tyre do t'i japim edhe një zgjidhje përfundimtare. Kjo bimë është e përdorur prej shekujsh për të trajtuar problemet e alergjive, veçanërisht ato të shkaktuara nga poleni, gjithashtu edhe nga pluri. Hithra, falë vlerave diuretike, është shumë e përdorur në trajtimin e problemeve të veshkave, madje edhe të infeksioneve urinare. Lëngu i tyre është perfekt për të larguar lëngjet e tepërta nga organizmi që ai prodhon, duke lehtësuar kështu funksionin e zemrës dhe qarkullimit të gjakut. Së fundi, një studim i kryer nga Universiteti i Plymouthit doli në përfundimin se hithra mund të përdoret drejt për së drejti në lehtësimin e problemeve të artritit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tilla. Ndaj sigurohuni që ta keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja. Personat të përfshirë në studim vunë re se pas aplikimit të pastës me hithra të shtypura, dhimbjet e kyçeve u qetësuan ndjeshëm. Gjithashtu ata vunë re se dhimbja ishte më e pakët përgjatë gjithë trajtimit një javor. Por përse funksionon vërtet hithra në këto aspekte? Sipas të dhënave të mbledhura nga studiuesit të Universitetit të Plymouthit, dhimbjet e personave që vuanin nga artriti qetësoheshin në sajt të përmbajtjes së lartë të serotoninës dhe histaminës. Këto dy substanca janë neurotransmetore, të cilat dërgojnë sinjale në tru, sidomos në rastet kur keni dhimbje. Nga ana tjetër, kur hithrat konsumohen në formën e lëngut të shtrydhur ose çajit, u vure edhe se arteriet patën gjithashtu më pak probleme. Ky acid prodhohet kur organizmi tret proteina që akumulohen në nyje dhe në kocka, duke shkaktuar gjithashtu inflamacione dhe dhimbje. Por si të konsumoni hithrën për të trajtuar dhimbjet e shkaktuara nga artriti? Metoda e parë e trajtimit që aplikohet direkt në zonë ku keni dhimbje më të forta, një pastë me gjethet të hithrave të shtypura. Pra mjafton të shtypni në mikser gjethet e njoma të hithrave me pak vaj ulliri dhe të lyeni zonën ku keni probleme. E mbani për rreth 5 deri në 10 minuta dhe më pas e pastroni me një letër dhe më pas e shplani mirë. Nëse nuk e duroni, do djegjen karakteristike të hithrave ose shikoni që lëkura juaj reagon keq ndaj trajtimit, mund të provoni edhe metoda të tjera.
Mjafton që të pini një lugë gjedhe me lëng hithre të njohur 3 herë në ditë për 15 ditë dhe do të shikoni gjithashtu edhe ndryshimet që do të merrni. Gjithashtu pini edhe çajin e përgatitur me hithra të njohura 3 herë në ditë për 15 herë në javë. Gjithashtu mund t'jepni edhe rezultate fantastike edhe në konsultën e një eksperti për të marrë trajtimin më të mirë. Gjithashtu çaji i përgatitur nga hithra, si të njohur ashtu edhe të thata, ka aftësinë të qetësojë dhimbjet e shkaktuara kryesisht nga artriti. Konsumojeni çajin e hithrës të paktën edhe duke patur rezultate fantastike. Nëse merrni medikamente të ndryshme, sidomos për ullimin e gjakut dhe ato kundër diabetit, përpara përdorimit gjithmonë duhet të konsultoheni me një specialist për të evituar kështu çdo reaksion të mundshëm. Hithra është një bimë e sigurt nëse përdoret nëse nuk merrni medikamente të caktuara, por gjithmonë nëse merrni medikamente për probleme të ndryshme që mund të keni, përpara përdorimit konsultoheni gjithmonë me mjekun tuaj, gjithmonë nëse e përdorni atë si një trajtues e problemeve të ndryshme. Hithra është një lehtësues i mirë i trupit kundër inflamacioneve. Ajo të përvolon që në prekjen e parë, po pavarësisht drithërimës, është e pamundur që të mos e përdorni atë vazhdimisht në dietat tuaja. Kështu do të keni rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe në lehtësimet të tij. Në vendin tonë, përdorimet më të shpeshta të hithrës i gjejmë në gatimin e byrekut, të zjerë në sallata ose edhe në lëngje të ndryshme. Gjithashtu vlerat që do t'japë kjo barishte në organizmin tuaj do ta bëjë atë një nga bimët më të përdorura për lehtësimin e komplikacioneve. Hithra është një bimë e cila mund të përdoret në forma të ndryshme. Më e preferuara në vendin tonë qëndron ajo në formën e gatimeve të byrekut ose edhe të gatimeve të tjera. Prandaj ekspertët sugjerojnë vazhdimisht konsumin e kësaj barishtaje, qoftë në gatime ose edhe ashtu siç është. Prandaj rezultatet që do t'jap do t'jenë fantastike në lehtësimin e një sër komplikacionesh si ton dhe Alzheimer. Hithra është aq e mirë sa që praktikisht mund të çojë edhe në falimentimin e farmacive. Ajo që duhet të dini është se në luftën kundër alergjive të gjitha problemet shoqërohen me efekte të mundshme anësore. Ndërsa hithra jo vetëm që nuk ka asnjë efekt anësor, por do t'jap përfitime të mira për shëndetin e njeriut. Hithra është një bimë premtuese saqë praktikisht mund të çojë edhe në falimentimin e farmacive. Ndaj nëse doni që të përmirësoni shëndetin dhe të lehtësoni një sër komplikacionesh, sigurohuni që këtë bimë ta keni pjesë të gatimeve tuaja. Hithra është një bimë premtuese në trajtimin e problemeve të Alzheimerit, si artriti, astma, bronkiti, gurët në veshka dhe skleroza. Për më tepër hithra përdoret për të luftuar zbokthjen dhe për të hequr gjithashtu edhe yndyrën e tepërt nga flokët. Sot, në Gjermani, hithra shitet si një bimë medicinale për problemet që lidhen kryesisht edhe me prostatën. Ajo përdoret gjithësisht edhe në përgatitjen e shumë recetave dhe trajtimeve të ndryshme kundër inflamacioneve. Në Shtetet e Bashkuara, hithra njihet si një bimë medicinale për problemet e shëndetit, sidomos të reumatizmës, artritit, gjithashtu edhe problemet të tensionit të lartë të gjakut, gjithashtu edhe të alergjive. Ndaj sigurohuni që këtë bimë ta keni pjesë të recetave tuaja të përditshme, duke ditur rëndësinë e madhe ushqyese. Ajo do t'jap rezultate fantastike në mbrojtjen e imunitetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Rrënjët e hithrave gjithashtu mundet që të përdoren edhe si lehtësues natyral kundër rrënjes së flokut, cikleve femërore, kundër ekzemave e të tjera. Ndaj sigurohuni që këtë bimë fantastike ta keni pjesë të recetave tuaja të përditshme. Vlerat ushqyese të kësaj bime do të ndikojnë pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, hithra është një zgjedhje e përkatëse me shumë përfitime. Nëse doni të përdorni hithrën në dietën tuaj, sipas del sajt në këtë video, kemi renditur disa nga përfitimet e mahnitshme shëndetësore që do të merrni nga përdorimi i kësaj bime. Siç mund ta keni kuptuar, hithra stimulon sistemin limfatik dhe fuqizon gjithashtu edhe sistemin imunitar. Këshillohet që të përdoret edhe për personat që kanë probleme me artritin dhe para përdorimit duhet të konsultoheni me një ekspert për të gjetur edhe një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese. Hithra stimulon gjithashtu shëndetin tuaj kundër alergjive, ndihmon në lehtësimin e problemeve të sheqerit në trup dhe ndihmon gjithashtu edhe në prodhimin e një shëndeti më të mirë imunitar kundër luhatjeve të tij. Ajo lehtëson problemet e veshkave dhe ndihmon në shkarkimin e ujërave të tepërta.
Gjithashtu është një mundësues shumë i mirë i stabilitetit të tensionit, ndihmon kundër problemeve respiratore, ndihmon kundër problemeve të inflamacionit, redukton problemet e prostatës, lehtëson të ftohtin, gjithashtu edhe të vjellat. Është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për personat të cilët vuajnë nga diarreja. Ndihmon edhe kundër problemeve të konstipacionit, duke u përdorur si larës nga goja, ndihmon dhëmbët kundër problemeve të përditshme. Gjithashtu aplikimi i hithres në dietën tuaj, qoftë në formën e lëngut ose edhe në gatesa, mund t'jap rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit. Ndaj sigurohuni që ta keni pjesë në përditshmërinë tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë dhe të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.